Situata politike në Shqipëri vijon të vetet e brisht me protestuesit që nuk tërhiqen dhe që tashmë kanë parashtruar kërkesat e tyre ndaj kryeministit Rama dhe qeverisë, dhe nga ana tjetër, kryeministri Rama duket i palëkundur në qëndrimin e tij për të mos u tërhequr, për të mos dhënë ndërheqjen. Për të folur për këtë, por edhe për më shumë, sot kemi të ftuar Florian Haçkaj nga Diaspora për Shqipërinë e Lirë. Florian, përshëndetje, mirë se erdhët në Nur Media. Përshëndetje, sa mirë, faleminderit shumë për ftesën. Florian, ta nisim me njëherë me një diçka që i ka irrituar shumë shqiptar ditën e sotme. Jemi zgjuar, të paktën ne në anën tjetër të Atlantikut, këtej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi zgjuar me një artikull të publikuar nga Financial Times të një interviste të kryeministit Edi Rama, ku ai i shan keq shqiptarët protestues. Nuk ma lejon edukata që ta them fiks se çfarë ka thënë, por një nga sharjet më të rënda, qoftë për shqiptarët, qoftë edhe për gjithë botën, gjithë njerëzit në botë. Si e komentoni këtë sjellje të kryeministit Rama kur një shumicë popullsie në Shqipëri, në diasporë, në mbar botën, tashmë kërkojnë largimin e tij? Patjetër, në fakt kjo është një pikë shumë e rëndësishme dhe Rama si një strateg i propagandës në këtë artikull ka dhënë dy mesazhe, por njerëzit për shkak të fjalës së ndyrë që i ka përdorur, fokusohen tek sharja e tij, ndërkohë që duhet fokusohen tek thelbi. Thelbi i mesazhit është që nuk është detyra ime t'i vërtetoj njerëzve që nuk jam unë kumbari i çdo gjë në Shqipëri, është detyra e tyre të vërtetojnë se jam unë kumbari. Pra, kjo në gjykimin tim si një qytetar me më në kohë, kjo është një thirrje për drejtësi në fakt, nuk është fare për qytetarët, sepse të gjithë qytetarët aludojnë apo janë të bindur që ai është kumbari i çdo gjë, i përfshirjes krimit në Shqipëri, i kapjes së shtetit nga krimit, i përdorjes së Shqipërisë për aferat e tij për mbështetje politike ndërkombëtare, siç kemi rastin e Gjadrit, që i ka dhënë tokë Italisë, raste të tjera. Dhe këtu është thirrja për drejtësinë, dhe këtu drejtësia me shpresë duhet ta bëjë punën e saj, pastaj rritimi i shqiptarëve vetëm mirë i bën çështje, sepse ai tregon dhe njerëz se çfarë fytyre ka dhe që nuk e meriton të jetë kryeminist i shqiptarëve. Si e shihni protestën, si e lexoni ju? Kemi më së 3 javë që protestojnë shqiptarët, a keni frikë se mbase pak nga pak do të shuhet kjo protestë, apo do të rindizet edhe më shumë derisa të arrijnë qëllimet e tyre? Ditën e djeshme kishim për herë të parë edhe leximin e kërkesave zyrtarisht nga përfaqësues të protestës, kështu që tashmë kemi pak a shumë, si të themi, nuk është më vetëm në suazën e thirrjeve, por kemi edhe diçka të shkruar edhe kërkesa konkrete ndaj kryeministit, ndaj qeverisë. Patjetër, unë gjykoj që protesta nuk do shuhet, mund të ketë lodhje të njerëzve, por fatmirësisht Partia e Punës, Partia Socialiste në këtë rast, që është trashëgimia e Partisë Punës, po bën të njëjtën linjë si në 92-shin, kur i mshonte, si më thënë, me kundër përgjigje, ka sulur tani gjithë shpurën e tij, ministra, ish ministra, deputet, duke bërë postime online që duket që janë të dalë nga një skenar, duke dashur të sulmojnë njerëzit, po në fakt me këtë arrin atë që e ngrejnë më shumë inatin dhe mërzinë e popullit. Kur ka populli një shprehje më shtoj inatin, e kjo bën pikërisht atë gjë, kështu që jam i bindur që njerëzit në këtë herë nuk kthehen më pas. Po, kanë dalë 5 kërkesa dje nga një grup nismëtar aty, janë për të vlerësuar, e mira është që kërkesat të artikulohen, dhe këto kërkesa janë artikuluar prej kohësh nga shumë grupe ndryshme, duhet të artikulohen dhe më shumë, duhet të njehsohen më shumë, dhe duhet të nisin në mënyrë zyrtare që shteti shqiptar ta di se me çfarë ka të bëjë, me çfarë kërkesa në populli, dhe praktikisht kemi një linjë miqe që i kemi këto tani, por nuk ka ekskluzivitet asnjë tip bëj kërkesat në gjykimin tim. Po, nuk besoj sepse ishin ekskluziviteti një grupi, apo jo, ishte pak a shumë, si të themi, një zëri gjithë protestuesit, ato çka kërkojnë gjithë protestuesit gjatë gjithë kohës. Patjetër, por thjesht shoh njerëz që mundohen marrin autorsinë apo ti sulmojnë ta sepse e nxorën këta, e rëndësishme është që kërkesat artikulohen sa më shumë, sa më gjerë dhe të çohen deri aty ku këto të bëhen të mundura, duke filluar me dorëheqjen e Ramës së qeverisë. Se ju keni qenë përpos protestave në diasporë në Zvicër aty ku ndodheni, ju keni qenë edhe në protesta në Shqipëri gjatë fundjavës, apo jo? Si e keni parë nga afër zhvillimin e kësaj proteste? Çfarë ndjesie keni pasur aty nga afër? Thash, është emocion i papërshkrueshëm. Nëse në 92-shin unë kam qenë fëmijë dhe mbaj mend turmat e studentëve që kalojnë te lagja ime dhe në atë kohë më mbushti me një lloj frike, këtë herë në moshë madhore isha vetë aty pjesë me fëmijët e mi dhe ishte një ndjesi e papërshkrueshme, sidomos ajo që kam thënë për ditë dhe do e them gjithmonë, është vrar frika.
shteti tashmë e kupton që ka të bëjë me shqiptarë të revoltuar dhe nuk mund të bëjë sikur nuk ata nuk ekzistojnë, por nuk mund t'i dëgjojë dhe ky është një mësim i mirë një herë për gjithmonë për politikë bërë në Shqipëri. Si ka qenë organizimi dhe ecuria e protestave në Zvicër aty ku ndodhen ju? Ka një dëshirë shumë të madhe, ka dhe një lloj kakofoni në thonjza të protesta, njerëz që kanë dëshirë të mirë dhe bëjnë një sot, një nesër. Nuk është luksi në Zvicër, edhe nuk është vendi për të bërë protesta për ditë, kështu që ne po mundohemi t'i organizojmë, të mbështesim ata që organizojnë në Gjenevë, diku tjetër, në Bazel, pra duke i shpërndarë postimet, duke i bërë thirrje njerëzve, ore bashkohuni, nëse ka fjala bie në Bazel, kishte një shembull që ishte thirrur një protestë në orën 1 çerek, një në orën 6 mes dreke. Duke ndashur t'i bëjmë bashkë ata që organizojnë, i thënë bëni një orar që përshtatet gjithëve, që të ketë sa më shumë masivitet. Në rastin konkret ne kemi në datë 27 në Zyrin një protestë të madhe, në datë 4 në Bern një protestë të madhe, se dhe duhet dhe afat kohor, sepse që të marrësh leje nga policia nuk është shekullajt, nuk është se del do të sot për nesër, sepse ne duam të japim një shembull të mirë shqiptarëve dhe jo t'i bëjmë më keq kauzës duke bërë protesta qoftë edhe pa lejen e policisë. E njëjta gjë mund të thuhet edhe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, këtu në Washington DC, ku ne ndodhemi, janë zhvilluar për 3 të shtuna me radhë janë zhvilluar protesta para ambasadës sonë në Washington DC, por fatkeqësisht vije të re e njëjta përçarje edhe këtu ku vinë nga zona të tjera, nga New Yorku për të organizuar protesta pa u koordinuar me grupet koordinuese organizuese këtu në Washington. Ka një prirje për protagonizëm kur të gjithë fakt duhet të bashkohen në një qëllim të vetëm, pastaj çdo gjë mund të përcaktohet më vonë. Si mendoni ju gjitha këto protesta, a do ta realizojnë qëllimin apo duhet diçka tjetër, duhet një aksion më shumë për rrëzimin kësaj qeverie që është synimi kryesor i protestave? Unë besoj fort, e thash dhe në fjalën time aty në shesh, sado që ishte fjalë shumë e shkurtër, sepse nuk doja të jepja asnjë ndjesi protagonizmi. Fjala ishte që duhet bashkohemi të bëjmë një strategji, sepse nuk t'i thuash mbretit, nuk mund t'i thuash mbretit zbriti nga kali dhe të zbresi. Mbreti përgjithësi duhet hedh nga kali, dhe në rastin konkret situata është e ngjashme, ne duhet të intensifikojmë to, duhet gjejmë mënyrat më të forta demokratike të mundshme për të çuar aty ku qytetarët duan, sepse mrefi është i papërshkrueshëm dhe protesta e fundjavës së fundit në Tiranë, ku thuhet që kanë qenë 150.000, 200.000 banor në rrugë, e tregoi vërtet këtë gjë, kështu që duhet më shumë organizim. Ju jeni aktivist i diasporës për Shqipërinë e lirë. Cilat janë disa nga problemet kryesore që evidentoni në Shqipëri përpos, si themi, pretekstit të nisjes së kësaj proteste që ishte çështja e investimit në zonat e mbrojtura? Çfarë keni evidentuar gjatë gjithë kohës aktivizmit tuaj? Aktivizmi personal si Flor ka lindur me një rast shëndetësor nga raste që të gjithë i njohim në Shqipëri, që duhet t'i çojnë të afërmit e tyre, të dashurit e tyre jashtë shtetit, sepse shteti jon nuk ja jep atë mundësi kurimi, por kur vjen puna tek deputetët, tek politikanët, ata kurohen me paratë e popullit në spitalet më të mira, po prapë jashtë shtetit. Gjë që nuk shkon sepse kjo tregon që shëndetësinë e ka lënë në vend më të keq. Diaspora për Shqipërinë e lirë ka lindur ditën e shëmbjes teatrit, pikërisht një thirrje revolte kundrejt shtetit dhe një thirrje ndaj diasporës që të bëhemi bashkë të mbështesim kauzat mira Shqipëri. Në atë kohë na shkruan me mira njerëz që thonë ngrini ju zërin se ne s'flasim dot sepse jemi të punësuar, na bullizojnë, na heqin nga puna dhe prandaj dhe quajtur diaspora për Shqipërinë e lirë. Dhe fakti që sot njerëzit ndihen të lirë, të shprehen të paktën, të mbushin sheshet dhe të dalin me fytyrën e tyre dhe mos kenë asnjë lloj droje, kjo është një fitore e madhe e gjithëve ne, që thash në fillim është vrarë frika, por arsyet janë pafund. Pra, në rastin konkret, sepse dhe kjo tentohet nëpër media të sillet si një sulm kundra familjes Trump, në gjykimin tim Trumpi mund ta pëlqesh, mund mos ta pëlqesh, është diçka thellësisht personale. Kjo ka të bëjë me shtetin e së drejtës Shqipëri. Kur shteti ka arrogancën, dhe nuk e kontrollon fare ose nuk këshillohet fare me qytetarët, çfarë bën me zonat e mbrojtura, çfarë bën me trashëgiminë kulturore, çfarë bën me pronat e shqiptarëve. Tani po mundohen, më duket të kalojnë një ligj tjetër për shitjen e tokës bujqësore të tuaj, që është një aset kombëtar i cili kur nuk është shitur më parë, pra këta e kanë thyer Shqipërinë plaçk për përfitimet e tyre personale dhe ne këtë duhet të zhbëjmë, jo vetëm ta ndalojmë, po ta zhbëjmë që kjo mos kthehet më. Apo shndrohet diaspora për Shqipërinë e lirë në një faktor politik në Shqipëri?
Diaspora për Shqipërinë Lirë është shumë krenare që me punën e saj 6 vjeçare e ka kthyer nocionin e diasporës në një term politik, kritikisht politik. Pra që gjatë kohës që ne flisnim, kishte shumë organizata që organizonin këto trashëgiminë kulturore, valle, koncerte, njëra që janë të gjitha shumë të rëndësishme për Shqipërinë, por kur ke një faktor si diaspora, ke një diasporë në rritje të re që ka vetëm 35 vite që është larguar, si më thënë, përveç asaj vjetër, se po them kjo e reja që i kanë ndjenjat të lidhura me Shqipërinë shumë fort, përbën 11% të prodhimit brendshëm bruto vjen vetëm nga remitancat në diasporë, dhe këtu flas vetëm për paratë që vijnë në mënyrë bankare, sepse e dim si vijnë paratë në Shqipëri, ti ke një faktor politik, kështu që ne me votën e diasporës që realizuan i dham të paktën këtë mundësi politike, por ti je i bindur që rezultatet do jenë shumë më të larta dhe duhet të ketë një përfaqësim diasporës, që të paktën diaspora për Shqipërinë Lirë është një vendim që e ka marrë me kohë, të luftoj për përfaqësimin e denjtë të diasporës në Parlamentin Shqiptar, sepse sot që flasim, sa mirë, në 2025 votuan 250.000 shtetas nga Shqipëria, nga diaspora, dhe nuk ka asnjë përfaqësues të komuniteteve shqiptare në përballë. Pikërisht duke u ndalur këtu, a mendoni se përfaqësimi i diasporës duhet të vijë me një numër të caktuar deputetësh mbasi një ndryshim të kodit zgjedhor me një numër të caktuar deputetësh që do të dalë nga diaspora dhe do të shkojnë në Parlamentin Shqiptar dhe përfaqësojnë gjithë diasporën, ashtu siç ndodh me zona të ndryshme zgjedhore në Shqipëri. Për shembull, siç ka deputet që përfaqësojnë Tiranën, Durrësin apo zona të tjera, të ketë edhe një numër caktuar deputetësh, le të themi 10 deputet që përfaqësojnë diasporën në total. Të jetë një thesi ndar votash, si themi. Jo, unë nuk jam fare për këtë. Pikërisht e para është antikushtetuese, sepse vota e një shqiptari është vota e një shqiptari, pra do t'i binte pesha e votës nëse po marr shumë 1.5 milion janë jashtë. Unë e di se janë diku ke 1.7 me të drejtë vote, po jo, nuk është e thënë që të gjitha do duan të votojnë. Nëse 1.7 janë jashtë me të drejtë vote dhe ti kufizon vetëm në 10 deputet, i ke ulur peshën e votës, ke shkelur kushtetutën, e para kjo, dhe e dyta, ti përgjigjem pyetjes tuaj me një kundërpyetje, nëse do ishte sipas zonave, zona e diasporës do të ishte minimumi gjysma e parlamentit, që ju tha Tirana ka kaq deputet, diaspora nëse do ishte i zonë vetme, do të kishte diku ke gjysma e deputetit për shkak se gjysma e popullsisë është jashtë. Kështu që ne mendojmë duhet ta gjejmë mënyrën se si përfaqësohet, po një nga zgjidhjet që më vjen ndërmend është proporcionali kombëtar, ku një qytetar, si më thon, hedh atë kandidaturën e vet, me parti apo pa parti, dhe këto janë ndryshime që duhen bërë në kodin zgjedhor, dhe të marri peshë për aq mbështetje sa kanë në gjithë botën, pra qytetarët të votojnë të lirë. Këtë ne duhet të arrijmë një herë mirë, sepse kur s'ka pas zgjedhje të lira në Shqipëri, sidomos në vitet e fundit jo. A keni menduar që të kandidoni për deputet apo të merrni një rol më aktiv në politikën shqiptare? Shiko, ne kemi një të mirë si diaspora për Shqipërinë Lirë. Po të shikosh rrugtimin tonë në këto 6 vite, kemi promovuar mbi 75-80 qytetarë antar televizis që duan të flasin dhe të japin për Shqipërinë. Nuk e kemi maninë e njëshit, nuk e kemi maninë e një grupi të vogël. Ne jemi të gjithë profesionistë, si qeni dhe ju në Amerikë, që kanë punë e vetë, kanë detyrime familjare. Madje unë do isha i lumtur nëse sot Shqipëria përmirësohet dhe s'ka nevojë unë si Flor të angazhohem më fare merr me familjen time. Por jo, Shqipëria ka shumë nevojë për njerëz guximtar, siç ka me vjetra mira në përbot, me integritet, që kanë një eksperiencë në perëndim dhe duan ta sjellin për të mirën e Shqipërisë. Ne duhet largohemi nga ndjesia që apo mirë, po vjet ky po paktën po punon. Jo, duhet synojmë korrupsionin zero, sepse jemi një shtet i varfër, i vjedhur deri në palc, edhe duhet punojmë sa më shumë. Për ne sa i mirë për të përgjigjur pyetjes, nuk dua të bëj bisht, nuk është se e kam menduar, por është detyrim që ne ta bëjmë këtë gjë. Dhe diaspora Shqipërinë Lirë e ka vendosur që do kthehet një parti politike për zgjedhjet e ardhshme. Puna është ku do fokusohemi. Tani për momentin fokusimi është tek zgjidhja, tek çlirimi i Shqipërisë, se çfarë vjen më vonë është dytësore. Një nga pikat kryesore është çlirimi i Shqipërisë, si e quani ju. Cilat mund të ishin prioritetet tjera kryesore që janë më të ngutshme për Shqipërinë, për gjendjen në cilën ndodhet vendi sot? Unë mendoj që aja është dorëheqja e qeverisë Rama. BE-ja është një qeveri tranzitore që duhet të zgjidhet nga profesionistë që mundësisht mos kenë pasur të bëjnë me asnjë parti ekzistuese, dhe besoj sheshi këtë do, njerëzit këtë duan, dhe një qeveri që të detyrojë të kaloj sistemin zgjedhor të ndryshohet, të ketë një sistem zgjedhor me konsensus, sepse po ju la dy parti më të mëdha të ishin bindur që nuk do duan ta ndryshojnë kurrë, ndryshimet kushtetuese, anullimi dhe zhbërja e këtyre ligjeve, paketa e maleve, trashëgimia kulturore, zonat e mbrojtura, gjithë ato janë bërë, e kemi parë atje në Butrinj, që zvoglu parku Butrinjtit,
që janë ndërtuar vila o për këto oligarkët dhe shokët e vet, që praktikisht përveç se shkatarrojnë natyrën, nuk sjellin asgjë në ekonominë e vendit. Kështu që në këtë kontekst këto janë ato gjërat. Ndryshimi i sistemit zgjedhor është aja e çdo gjëje, por dhe lufta ndaj korrupsionit dhe një betejë që ka drejtësia sot të paktën, se pa me rastin e Veliaj që dolën këta patronazhistët edhe flisin pro Veliajt kundra drejtësisë. Sot i ketë gjithë pro drejtësisë. Gjitha i shesh plot syt i kanë nga drejtësia, dhe drejtësia duhet ndihet e mbështetur nga qytetarët dhe t'i japi sa më fort me konfiskimin. Një gjë që unë do bëja nëse do kisha fuqi, duhet të jetë konfiskimi urgjent i të gjitha pasurive që vijnë tek rrethi. Fjala bie nëse Flori ka qenë kryeministër dhe ka pasur këtë rrogë dhe ka kaq të ardhura sot, por shiko dhe familjen e tjera të qark, njerëzit e afërt me punët që kanë. Pra duhet një punë madhore, por ti mund ta gjesh fare mirë korrupsionin nëse ka gjëra që nuk shkojnë në një llogari të thjeshtë matematikore. Kjo duhet bërë, duhet thyer në një fond që ato shiten, vend përdorim dhe parat i kthehen po arkës shtetit, që të shkojnë prapë te qytetarët ato para që janë vjedhur deri diku. Pra, diaspora për Shqipërinë e lirë në një skenar të zgjedhjeve të reja, qoftë pas një qeveri teknike, qoftë edhe të menjëhershme, ka synimin që të jetë, dhe të themi, si një formacion politik që do kandidojë në këtë zgjedhje. Si e shihni një bashkëpunim të mundshëm me parti politike mbase me partitë më të reja, apo ndonjë parti që është ekzistente, për shembull Partia Demokratike, Partia Mundësia, Partia Lëvizja Bashk, apo një rrymë tjetër që mund dali gjatë kësaj proteste? Kjo është pyetje shumë me vend, por është ndoshta pak e herët për mua për të përgjigjur, por do mundohem të përgjigjem pak në mënyrë më të gjerë. E mira është ne si lëvizje që kur jemi krijuar, Asambleja e Përgjithshme ka vendosur prioritet strategjike. Kështu që 2021-2025 ne kemi pas mundësinë e votës diasporës, 2025-2029 ne kemi përfaqësimin e diasporës. Pra fatmirësisht, kjo lëvizje jone nuk është diçka e re që unë nxit tani nga çfarë po ndodh, por është një vendim i marrë prej kohësh. Partitë e reja në shumë raste tregohen më të vjetra se të rejat, më të vjetra se të vjetrat në mendësi, në mënyrën në atë glorifikimin e njëshit, njërën tjetrën, pra kanë problemet e tyre, por ne jemi tifosë se çfarë mund bëjmë ne më mirë, dhe gjatë rrugës sigurisht do shihen edhe mënyra e koalicionit, se kjo është diçka që padrejtisht i sheh jetës politike shqiptare. Për momentin jemi shumë kujdesshëm. Partia Demokratike mban një peshë të madhe që gati shkon në një linjë me peshën e Partisë Socialiste, teksa zoti Berisha krenohet në emision opinion se ka dashur t'ia jap më përpara ja ka ofruar Sazanin Berlusconit, ndërkohë që Rama i ofron, po them unë, Trumpit indirekt. Pra, për sa ku kemi një model ku politikanët kryesor mburren se kush ka dashur ta falë Shqipërinë, njëri me Shqipërinë një euro, tjetër me investime strategjike, me investitorë strategjik, ne nuk kemi rrugën e dur. Duhet të vinë njerëz në politikë, njerëz normal, ndoshta modeli i Zvicrës, ku politikanët e kanë një profesion, bëjnë profesionin e tyre gjatë ditës dhe kanë atë periudhë të caktuar që ka të bëjë me parlamentin. Pra në Zvicër kështu kanë 3 muaj në vit ata janë në parlament, dhe po ti masësh dhe ditën në Shqipëri që ata shkojnë në parlament, pak a shumë aty i bie me data, sido që nuk e di me siguri, por kanë një jetë, kanë një diçka me cilën fitojnë bukën e gojës dhe nuk e shohin si mundësi pasurimi të qenë deputet, por e shohin si përgjegjësi e lartë për përfaqësimin e qytetarëve. Më flisi pak për diasporën për Shqipërinë e lirë, si është shtrirja, është në deg në Europë, në Amerikë, sa është e gjerë shtrirja dhe sa është përfaqësimi i të gjithë diasporës, jo vetëm atyre që janë, le të themi, antar i asaj lëvizje që ju jeni pjesë? Patjetër, diaspora për Shqipërinë e lirë ka një veçori nga shumë organizata të tjera. Ne jemi të regjistruar vetëm në Zvicër dhe në Shqipëri. Dhe funksionojmë në mënyrë hibride, pra kemi antarë sot që flasin në 25 shtete të botës, por nuk kemi përfaqësi fizike ligjore, por kemi antarë të përkushtuar, kemi antarë që japin nga koha e tyre, gjithmonë kemi qenë fokusuar tek cilësia dhe jo tek sasia, dhe nuk kemi, ku dëgjojmë, databaza me mira të dhëna, sepse kur nuk kemi dash të rritemi, fjala bie thjesht në numra, por të bëjmë punë cilësore. Dhe puna cilësore, ndoshta një shembull për ta dhënë është përveç betejës ligjore për të fituar dhe për të mundësuar votën e diasporës, që është më e madhja, ne kemi arritur të sillim ankimimin online, që është diçka që hyri për herë të parë gjatë në jurisprudencën shqiptare gjatë pjesës votës diasporës, që është diçka që do t'ia lehtësonte jetën shumë shqiptarëve nëse do bëjë pjesë e legjislacionit shqiptar për më vonë. Fjala bie një person në Australi me një person në Amerikë
ka një çështje gjyqësore, nuk kam pse vinë të dy në Shqipëri, por mund të dëgjoni dhon dëgjimi online. Kjo është një fitore që nuk duhet të harruar së përmenduri. Pjesa tjetër janë padit që ne bëjmë. Para ca ditësh bëm një padi në SPAK për të gjithë institucionet që janë të përfshirë, paktën te rasti i Zvërnecit, Rriollit, duke kërkuar hetimin deri në detaj të çdo kujt nga këto personalitete në këto institucione, po dhe institucionet vetiu, sepse këto janë gjëra që ngelen kur drejtësia i merr. Para disa ditësh morëm një padi, ndoshta jo shumë të rëndësishme, po ishte një biznesmen në Shqipëri i cili përfiton thellësisht nga paratë e shqiptarëve, më duket se është dhe si investitor strategjik, që nxirrte, publikonte se si duke tallur protestuesit që gjatë ju dilnin protestë, këta çuna atu nga 14 vjeç punojnë, hedhin beton, që këtu ai ka thyer ligjin e punës ku minorenët përdoren për të bërë punë të rënda dhe sido që nxorë e hoqi videon, ne morëm një hap ligjor që të paktën t'i vjedhë drejtësia pas, sepse shpesh përfundojnë njerëzit me një shfryrje në Facebook dhe kaq ngelin, ndërkohë ata vazhdojnë po jetën e vet. Kështu që kjo e bën pak më ndryshe diasporën për Shqipërinë Lirë, kemi grupe pune që kur nxjerrin një kritik, kjo kritik është kritik konstruktive, pra dhe me mënyrën se si mund të bëhet më mirë dhe jo vetëm të shfryjmë sepse kjo është diçka që ne e qajmë si popull. Me që dolet vetë tek çështja e padive, doja ndalesha aty, doja dilja aty pikërisht. Keni marrë ndonjë përgjigje për këto padi, si funksionon procesi për t'ua shpjeguar shikuesve tanë? Patjetër, ne kemi bërë disa padi dhe gjatë zgjedhjeve një nga paditë për cilët unë jam më krenar dhe jam edhe krenar që SPAK-u ka pranuar ka të bëjë me impjantin e filtrimit të ujrave në Tiranë. Është një impjant që ka një skandal të madh, që është përfshirë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, është përfshirë Bashkia e Tiranës. Po ta shihni sot, lana, derdhet e pisët në Tiranë. Pra ti kalon Tiranë, ke një lumë që ta ka dhuruar Zoti, por ndërkohë aty derdhen ujrat e zeza dhe nuk filtrohen, dhe ashtu siç shkojnë derdhen në det. Dhe ashtu siç bashkohet në lumin ishëm, bashkohen edhe mbetjet e komplet zonës industriale dhe hidhen të pafiltruara në det. Që do thotë, e gjithë ajo zonë atje, nga praktikisht ku ushqejnë, qoftë me peshk, qoftë me perime, me gjëra, gjitha zona ajo është e kontaminuar diku ke 90 herë më lart se ndotja e BE-s. Dhe prap është një rast korrupsioni këtu, sepse ne kemi një impjant ende të papërfunduar të filtrimit ujrave, për shkak se parat u harxhuan para kohe, që dihet si në çdo rast, si me incineratorë, si me gjëra të tjera, dhe kjo padi është marrë nga SPAK, pra po trajtohet. Ne nuk mund të presim reagime të shpejta ose vendime të shpejta, disa padi janë pranuar, disa nuk janë pranuar. Ne nuk e kemi fuqinë të themi drejtësisë çfarë duhet bëjnë ose jo, ne kemi fuqinë qytetare të ngrejnë padi në mënyrë më të saktë mundur dhe të shpresojmë që ata t'i marrin përsipër. Nëse do të po ju jap mundësinë që t'i bëjë një thirrje kryeministit Edi Rama, çfarë do t'i thonit kryeministit Edi Rama në këto momente? T'japi dorëheqjen përpara se ta detyrojë njerëzit me mënyra të tjera të dorëhiqet. Pra parashikoni që mund të përshkallëzohet deri në dhunë? Nuk është e thënë tjetë vetëm dhuna, ka mënyra demokratike sa më shumë, i ka treguar bota, i tregon Franca, Gjermania, Greqia, gjatë gjithë kohës se si protestojnë qytetarët. Mirë është këto gjëra, siç e ka treguar historia, se të paktën kur shef një pakënaqësi kaq të madhe popullore, do të thotë që ti nuk e përfaqëson më atë popull. Dhe ndoshta diku thellë mund të ketë një kulturë qytetare që ta kuptojë këtë dhe t'japë dorëheqjen. Fakti që e mban me dhunë tregon që është thellësisht i korruptuar, i kapur dhe prandaj e mban me dhëm pushtetin, por kjo nuk është kultura në cilën Shqipëria duhet vazhdojë për më tej, sa jemi në 2026. Rama thot vazhdimisht hedh atë tezën e tij të 83 mandateve që ka marrë para një viti, që ka marrë një kontratë të re nga populli shqiptar. Nuk e di si e shpjegoni ju, a nuk e kupton apo bën vetë sikur nuk e kupton që në një vend demokratik, përveç zgjedhjeve që janë një shprehi e sovranit për kë do të zgjedh, ka dhe mënyra për ta shkarkuar dikë nga puna. Ai është i punonjës i qytetarëve dhe mund të shkarkohet edhe në mes të detyrës si një trajner që nuk e bën punën mirë, apo jo? Që të bëjmë paralelizëm futbolli. Ju është shpjeguar shumë bukur, po unë mund të bëj një paralelizëm familjar. Një çift lidhet, bën një kontratë martesore, fjala bie në emrin të dy të martuar, bëjnë premtime një tjetrit, kur nuk mbahen këto premtime, ndahen. Pra është pjesë e jetës, por edhe tek 83 mandatet ne kemi ka dyshime të mëdha, ka rekomandime të OSBE-ODIHR që flasin për përfshirjen e krimit në këto zgjedhje, kemi rastin e votës diasporës ku në Greqi u bë në mënyrë të jashtëligjshme, pra kemi rastin, do më lejosh vetëm një sekond ta përmend,
Vetë KQZ-ja nuk i ka paguar të tëra aparat DHL sepse i thotë në Greqi ka thyer kontratën, por nuk lejojnë nën kontraktimi. Dhe me çdo logjik të thjesht, kur ti nuk e pagon paratë se nuk i ka mbajt kontratës, pse dreq nga një rezultati? Dhe nga Greqia erdhën ato masivitet votash që përpëson njërin tjetër, kështu që dhe ato 83 mandate, unë jam i bindur që nuk janë të merituara, por ne duhet bëhemi vetë një alternativë më e mirë për qytetarët, që qytetarët të ndihen të sigurt, prandaj duhet ta çlirojmë sistemin zgjedhor, të ndihen të sigurt japin votën. Dhe ti je i bindur që shumica e atyre njerëzve që janë në shesh janë nga zona gri që ndoshta kurrë nuk ka votuar, dhe nëse arrim të bindim ata të votojnë për një alternativë më të mirë, do jetë një fitore e madhe. Me që dolën pak, ishim drejt përmbylljes, por doja vetëm ta cek këtë temë për të kërkuar opinionin tuaj, me që keni bërë një punë shumë të madhe për të siguruar votën e diasporës që u bë për herë të parë në zgjedhjet e vitit të kaluar. A mendoni që kjo votë masive që i erdhi Ramës qoftë edhe nga diaspora ishte e manipuluar, apo diaspora ndonë se një pjesë e madhe e saj është detyruar pikërisht nga kjo qeverisje që të braktisë vendin në këto 10-12 vjetet e fundit, t'ja jap votën Ramës para një viti? Çfarë ndodhi dhe çfarë mund të ndodhë në zgjedhjet e ardhshme? Qofse është manipuluar, a mund manipulohet sërish? Dhe sa ja vlen atëherë kjo votë e diasporës nëse e gjitha në total manipulohet dhe i shkon sërish Ramës? Patjetër, e para Rama nuk i ka ardhur masivisht votë nga diaspora. Ky është një aludim i padrejtë, jo në kundrejt jush, por që njerëzit e bëjnë përgjithësi sepse prisin ndryshim nga diaspora. Është pretendimi i tyre, është dhe pretendimi i tyre. Po janë statistikat më burr, nuk janë, domethënë statistikisht Rama ka marrë diku ke 52% nga votat e diasporës, pjesa tjetër ka vajt për opozitën, pra për partitë opozitare, thjesht nga që ishin të ndara, ajo nuk mori peshën më madhore. Pastaj tek votat e diasporës, partitë e mëdha, PD, PS u fokusuan, PS-ja u fokusu tek imponimi i njerëzve, tek shantazhimi, tek patronazhimi i njerëzve, edhe për këtë kemi bërë padiku, janë listat e sakta se si kryetar bashkie ka dhënë këto emra me adresë me njërin me tjetrën, dhe këtyre është bërë presion, janë ofruar ku dëgjojmë të mira publike njërin tjetrën, kurse Partia Demokratike e fokusoi komplet militantizmi. Pra imagjino tani ti japësh gjithë diasporës, me gjithë respektin për zonën Topalli, me diasporën që kanë vite atje me brez që ndoshta as e njeh fare kush është, ti japësh atë si alternativë për të votuar si përfaqësues e diasporës. Pra kishte gabime të thella aty, por për të përgjigjer pyetjes tuaj, a ja vlen kjo votë? Patjetër që ja vlen, se me këtë logjik a ja vlen kjo votë kur Shqipëri futën duart në votime, i bi që as Shqipërinë mos ketë më fare votime. Hajde ta përmirësojmë. Dhe një nga gjërat që ne me aq sa do na lejoj koha, është një diskutim ose një padi ndaj rezultatit aktual, që të shihet ai rezultat ose të paktën të ndalohet për përpara. Sepse nuk mund pranosh dhe nuk ka asnjë logjik që qëndron, mos t'i njohësh, mos t'i pagosh paratë se si është mbajt kontratës, por t'i njohësh rezultatin. Ka ende shumë punë për të bërë sa mirë, dhe këtu thirrja është për gjithë ata profesionistë që mendojnë se mund të bëjnë diçka ndryshe apo t'japin kontribut nga vetja, le të bashkohen tek diaspora për Shqipërinë Lirë, le të bashkohen diku tjetër, vetëm të ngrinë zërin, të sjellin alternativa sa më të mira se si mund bëhet ky proces më mirë në të ardhmen. Ky ishte mesazhi juaj për shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë, për shqiptarët e diasporës. Cili është mesazhi juaj për shqiptarët e Shqipërisë në këto momente? Shqiptarët e Shqipërisë të qëndrojnë të fortë, mos të bien pre e këtyre përçarjeve, jo agent filani, jo agent fisteku, se ç'a nuk po ndodh. Po ka përçarje, po mundojnë përçarje fetare, përçarje ideologjike. Asnjë gjë në atë shesh i ketë gjithë. Ai shesh duhet të qëndrojë fort, njerëzit duhet ta vrasin frikën dhe më shumë, dhe ata që s'kan dalë duhet dalin, që ai ta kuptojë që njerëzit e kanë seriozisht dhe janë aty për të qëndruar derisa të arrijnë qëllimet e tyre. Floran Haçaj, faleminderit që ishit me ne sot.